Pas fortunës së reagimeve që pasoi largimi i saj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, Mariana Koçeku ka zgjedhur të përgjigjet kritikëve socialist me një sfidë politike të drejtpërdrejtë. Deputetja tha sot se nuk ka ndërmend të dorëzojë mandatin dhe madje ftoi shumicën të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Koçeku reagoi ndaj zërave që i kërkuan të heqë dorë nga mandati me argumentin se ai u sigurua fal rënditjes së saj në listën e mbyllur të Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës. Neo Malcoria thekson se nuk u ka marrë askujt mandatin e deputetit, por se për 10 muaj rresht ja kanë marrë asaj. Nuk u ka marrë mandatin e deputetit, ma keni marrë ju muaj, për 10 muaj rresht. Tash mandati ka ardhur në vend të vet. Nëse jeni kaq të sigurt që unë nuk fitoj pa ju, dhe ju i keni plot 83 mandate, atëherë shpërndajeni parlamentin. Shkojmë në zgjedhje të parakohshme dhe masim forcat se kush fiton çka. Kësaj radhe do marr me vete kecin tim të shtrenjtë, bashkë me kmesën e mpret dhe do zbres me kandidue në Tiranë. Para se të vi, ndoshta ju marr leje malçorëve të mi me e fol gjuhën standarde. Reagimi vjen një ditë pasi njoftoi largimin nga grupi parlamentar dhe kalimin si deputete pavarur. Vendimi shkaktoi debat të gjerë në rrjetet sociale dhe brenda rrallëve të socialistëve, ku figura të ndryshme i kërkuan publikisht të dorëzojë mandatin, me argumentin se ai nuk është pron personale, por rezultati votave dhe besimit të marrë nën siglën e Partisë Socialiste. Por përtej këtyre kritikave, Koçeku e ka bërë tashmë të qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet, duke e kthyer debatin për mandatin në një përplasje të drejtpërdrejtë politike me ish-partinë e saj. Mariana Koçeku doli deputete nga zgjedhjet e majit të vitit 2025 duke kryesuar listën e qarkut të Shkodrës dhe 9 muaj më pas vendosi të braktisë këtë forcë politike.